E shkojmë me ditën ose. Personi i dytë e thot lutjen e vet. Kur e shet që duaja e bëri të vetën, thot, o Allah, ti e din se ka qenë një femër që unë e kam pëlqyjat shumë. Edhe e ka dasht. U koni dashurum ndaj asaj femës. Edhe ëndër e ka pas, mi ardhë një moment që me bo edhe zina me atë, marrëdhënien time me bo me atë. E qartë. Deri sa njëherë ajo bjen ngusht. Edhe ja kërkon këti 100 dinar. I kërkon parë. Edhe të kjo i thot, unë t'jap 100 dinar ama me kusht. Që ta bëjmë një qef bashkë. Edhe ajo ngrata pizorit pranon. Pizorit e pranon. Kushtin e këti. Edhe ky thot, tamam u pajtum dhe tamam isha duke fillu mo me bo aktin e keq dhe punën e shëmtume, ajo më tha, o njeri ki frikën e Allahut. Thot dhe mua më rënqethi, zemra u qova, dhe i thash, shko me gjithë parët. Nuk janë e përkom banderin asoj femrës. Thot Allah, ti e din se këtë që e kam bo vetëm për hirën tënde. Plus so Allah, hatri kësoj vepret mirë që e kam bo, që të ma qenish dalën prej shpjellës. U lëviz guri. U lëviz guri, sëna. Unë të mira dhe me rujt vetën prej amoralitetit, prej zinas, vallahi lëviz gurzje kodra, lëviz shtete, lëviz detin, lëviz qelin, lëviz tokën, lëviz zemrat, lëviz gjepin, lëviz çdo send. Lëviz sona. Dhe e jonë është vetëm me pas bindjen Allahun azza wa jall dhe me rujt nderin tonë. Se dallimi midis haramit dhe halallit, xhenetit dhe xhenemit do njëra qasti. Dhe shiten qast, shkove. Pa të frikën Allahut, u pendovu, përmisove, thove, stakfirullah, çka kesh tu bo. Shpëtove. Dhe shpëton për gjithmonë. Andaj njerëzit e ligë janë njerëz që shfrytëzojnë momentet e rënda dhe dobta të femrave që kanë hallin dhe dertin e vet. E çtu do më nolës. Ki personi nuk pas ka abuzu edhe pse ka pas mundësi. Do më thonë femra, konkretisht që e tregove, ka kërku pare. Pse? Pse u konë zor të madh. Ki personi thot, tash t'i jap, apo me një kusht t'vish të bëjmë marrëdhënie. Shumë kemi sot në ditë sot me kësi që abuzojnë me pare, abuzojnë me fuqinë ose pozitën e vet. Për shembull kemi drejtor. Është një emision Piranjat në Shqipëri, i ka bo hor plot persona, mjek, direktor, pronar të bizneseve, të cilët me kusht i kushtzojnë për favore seksuale, vajza të reja. Bile dhe të mitura, shka është më e keqe, një koment nga ona juaj. Mirë për ata. Nuk i them njerëz se këto s'janë njerëz. Mirë për ata. Që morin guximin me abuzu me nderin e huj, me femrat e huja, me vajza, me gra që kanë hallin dhe dertin e vet. Madje edhe me vajza të mitura, la ilaha illallah. Veça njerëz me qenë ata human, e mi undihmu kur një femër, një vajzë ka një hall, atë hall tyre e shohin si një moment shanse për t'i shfry epshet e tyre. Duhet me konë shumë i keq dikush edhe shumë i prisht në shpirt me bokat.
Dhe njerëz tillë duhet të raportohen, duhet të largohen nga përgjegjësitë kolektive, duhet të alarmon situata e tyre tek familjet e tyre, tek ata, po edhe tek njerëzit që njerëzit t'i ruajnë dhe t'i mbajnë larg tyre vajzat e tyre, gratë e tyre, bijat e tyre. Sa njerëz janë pa shpirt janë. Andaj s'm shkon fjala me thonë njerëz. Ujq. Janë krijesa, s'kan shpirt, s'kan ndjenja, s'kan moral, s'kan insan në kas pak. Dhe institucionet tona du të me qenën syqele dhe du të me qenë të ashpra edhe rigoroze me dënime ndaj këtyre njerëzve. Se këta njerëz bën shkak. Llogarite një vajzës së mitur t'ja bëjë dikush atë veprim, ajo më kur s'mund t'jetojë jetë normale. Një nxënës profesori për me adhon një peshe, profesori ta keq përdore në kabinetat. Që ka pas plot raste, nuk jena të bo propagandë. Plot, Kronika e zezë është e mbushur me... na nuk i përmendmi Po, se dhe. rastet e këqija dhe rastet e zeza mundojmë t'i nom t'izolume. E qartë. Dhe ka pas raste edhe në shkolla fillore. Njerëz komunista, njerëz të prisht, të kalbër, qelpsira që kanë abuzu me vajza, 14 veçare. që janë fillimin e jetës tyre, veçat mi u ndihmu që ata me jetu një jetë të mire, normale, ajo më kur si jetojnë një jetë normale. Plak i zinaqar. E le me trauma për gjithmonë atë vajzat, atë vlatë që është me laqa, këtan alo fillimin e jetës e ka. Unë nuk e di si mund me jetu me atë ndërgjegje, si mundën me aleu vetës me bo veprimet tilla. A kanë pak bile shpirt insan, a kanë zemër, a kanë insanëk, a kanë ndjenja. Ta llogarisin atë vajzë sikur vajzë të vetën. Sikur bie, a mund dikush me avot bie së vetë, e vladit vetë. Me a mendu. Njëri normal se banat. Ama kurso normal e banat. Andaj ky personi Nuk abuzoj. nuk abuzoj. Pati frikën e Allahut dhe për hir të Zotit u largu prej saj. Meri pare të largo. Meri parë të largo, edhe pse ajo ja përkujtoj. E qartë. Ai kishte o njeri tha, ki frikën e Allahut. Mos prek në nderin e huj për pose me të drejtë, për pose me një qa. I tha. Dhe ky u qeth, u largu për hir të Zotit. Shife, kushtet i kishte super të organizume. As kushte shifke, ajo u pajtu vetë, Paret e në dorë. pagujti. Në më thonë, në favor ti e Me vetë dëshira, jo me dhunë. Ah. Këtë favor ti, veç këtë lafë, tha, ki frikën e Allahit. Tha, më sprek në namuzin uj për pas se me një qa. Për pas se me të drejtë. Me një qa është qëndimi. Këti kjo fjalë i preki në zemër. Dhe kujtoj frikën e Allahit, tha, po Allah ti e din se, veç për hirt të Allahut, e lash atë veprim që me vite e ka ndru, e ka imaginu. Sa iluzione, sa imaginata, sa e ka menua e kështu, ashtu, ondër e ka pas tjetë matë. Kjo është shumë e rëndësi, si su kon një vajzë rëndom. Jo, ka qenë në bukurosha, jo. E ka do shumë. Ki ka qenë temasi dashurum në te. Edhe i ka ardhë momenti. Edhe jo ki të shkoj, e i ka ardhë. Merë ndorë, si thëjnë. Ka ardhë ndorë. Edhe kretë kushtet për të arritë atë ondrën e vetë i ka pas dispozicion. Me gjithat frika Allahut, ishte ajo që e ndalej këtë njeri nga kjo veprimi shumë tonë. Dhe u të regu human. Tha jo, edhe meri parët, shko, krye punën tonë. Fatkecin e shëndrojnë në një moment në mirësie dhe përmirësimit të raportit me Allahun Azza wa Jall. U pendu. Dha sadaka, atë jala sadaka. Se punë të mira i shtin punë të këqia. Dha sadaka më njerë u pendu për gabimin
që keto e bo, se boni. Dhe ajo vepër ishte shkak, dhe atë vepër e la sekrete. Nuk e mushi shkupin ai. E pata, mërë në dorë, ja, e latë ma vete. E haroj atë ma vete. Derin qatë ditë, askush se ka ditë sa jo ka ndodhë. Më këshire, sa interesant, Allah i ka shpelos që 6.000 vet ja bëjnë mohabet edhe në podcast, edhe pejgamberi, edhe pse më shefti kanë bërë këto vepra të mira, interesant. Po, që se kur është për Allah, Allah i ta shpalos mëse. për çatë rregull është ma kane lillahi baqin. Ajo që është për Allah mbetet. Ajo që është për insan, shkon. Para me në rode mikrofonat, podcast, kamerat HD-li, e të regojna në gjarit e këtive personave të cilë... Mira vite para ne shka ndodhë. Allah, një sot e din kur ka ndodhë. E subhanallah, a ndërmjetësoj të Allahu me këtë punë të mirë që e ka bo. Edhe më lëviz guri. Dhe Allahu ja pranoj ndërmjetësimin, ja të lutjen e ti që e bëri me ndërmjetësimin e kësaj vepre të mirë, dhe lëvizja Allahu gurin,